Shëndetje të dashur miq, ajo është e zënë gjithmonë me projekte dhe risi që sjell për publikun e saj, herë në ekran, herë në biznes, herë në muzikë. Luana ka treguar se vijon të mbetet një imazh sado i angazhuar, aq edhe dashur për publikun shqiptar. Në rrjetet sociale, ajo jep iden e një gruaje që nuk di të ndalet, duke sjell plot risi për të gjithë ndjekësit e saj, e teksa të shumë ishin ata që prisnin që rikthimi i saj në muzikë të ishte intensiv këtë periudhë, por Luana vendosi që të përqendrohej te biznesi, por natyrisht që nuk kanë se si të mungojnë edhe pyetjet për të. Shpesh edhe në llogarinë e saj përflitej për një rikthim në ekran. Kujtojmë se eksperiencën e saj të fundit Luana e pati në fermën VIP, ku edhe moderoi për herë të parë një reality show, që atëherë ajo nuk është parë më në ekranet televizive, ndonse për të është gjithnjë prioritet pjesa e moderimit. E me sa duket, kjo periudhë për të do t'jetë pushim, të paktën nga skena më e madhe, prej më shumë se sa një viti. Luana ka gati një program të saj, por duket se ende nuk po gjen hapësirën e përshtatshme për të realizuar ndonjë projekt në ekran. Vitin e shkuar, moderatorja ishte afruar më pranë topit për të realizuar, por duket se bisedimet nuk shkuan ashtu si duhet, dhe sërisht ajo mbeti pa një format, deri kur pranoi ftesën për të moderuar fermën VIP. Por duket se edhe këtë herë prezantuesja e dashur nuk do të ketë mundësinë të moderojë formatin e krijuar prej saj, në këtë rast do me thënë formatin me zemër Luana, që ishte një format tepër i suksesshëm. Sa kaq Luana Vjollca ka paraqitur zyrtarisht platformën e saj për të prezantuar festivalin e këngës në RTS, që ishte një luftë mes Luanës dhe Arbanës, një prej eventeve më të rëndësishme muzikore në vend. Platforma e saj është marrë tashmë në shqyrtim nga drejtoria e përgjithshme e radio televizionit shqiptar, por ende nuk ka një vendimarrje përfundimtare. Ndërkohë, autorja e njohur Zefina Hasani, e cila ka qenë pjesë e festivaleve të më përparshme, është kontaktuar sërish për të marrë rolin e autores së këtij edicioni. Megjithatë, mësohet se Hasani ka refuzuar propozimin për shkak të angazhimeve të tjera profesionale. Do me thënë, nuk është më Arbana Osmani si moderatore, por pritet të jetë Luana Vjollca këtë vit në RTS. Në vend të saj, burimet e afërta me radio televizionin në publik shqiptar bëjnë me dije se drejt këtij pozicioni është gazetari dhe moderatori Ervin Kurti, i cili pritet të marrë përsipër detyrën si autori i festivalit, nëse marrëveshja do të konkretizohet në ditët në vim. Por ende është e paqartë nëse Luana do të jetë mikpritësja e festivalit të radio televizionit publik shqiptar, duke qenë se një platformë ka dorëzuar edhe emrin e Arbana Osmanit, për të qenë për herë të dytë pjesë e këtij formati televiziv, që në fakt është një ndër formatet më të goditura. E teksa fati Luanës në televizion është ende i paqartë, ajo ka vijuar me biznesin duke planifikuar që të zgjerohet në biznes më gjerë si një prioritetin e saj, teksa ofertat të ndryshme vinë për projekte në ekran. Prezantuesja duket më e tërhequr, duke pritur të sjellë në ekran një krijim të saj, ose të thotë në disa edhe jo, kërkesave për projekte të gatshme. Gjithsesi ne do të shohim se çfarë do të vinë nga Luana Vjollca në vazhdim, apo qoftë edhe nga Arbana Osmani. Ju falenderoj shumë.